nuk ka garancionet që mund të ketë ndonjë verdikt esencial ndryshe nga që kemi pas në shkurt të këtij viti. Mos funksionimi i tyre ose funksionimi i mangët me ushtrues detyre, pa kvorum është paraliza atyre organe, pra nuk funksionojnë ato. Kosova, vendi do t'i ketë disa pasoja për të cilat ne do t'i ndihmë edhe më vonë. Ne kemi mungesë të antarëve në bordin e autoritetit të hekullave, tek Komisioni e Pavarur për Media, tek antarët e Komisionit te autoriteti i konkurrencës, tek bordi i radio televizionit të Kosovës, e përmendet edhe jo tek avokati i popullit. Është përkeqare dhe fakti që një numër i konsiderueshëm i institucioneve le të thosha vitale të shtetit tashmë janë jo funksionale. Për fat të keq ky numër do të shkojë gjithnjë e në rritje. Edhe zgjedhjet janë një zgjidhje pavarësisht në bindjen time jo më e mira e mundshme, sepse në instancën e fundit nuk ka garancionet që mund të ketë ndonjë verdikt esencial ndryshe nga që kemi pas në shkurt të këtij viti. Janë të pa riparueshme dhe të pa llogaritshme, janë të shumta dhe me pasoja afatgjatë, sepse jo rastisht në kushtetut janë parapa institucionet e pavarura të qeverisë dhe demokratike dhe agjencitë të caktuara. Ato në fushat e tyre specifike bëjnë punë me interes të jashtëzakonshëm shtetëror dhe qytetar. Prandaj mos funksionimi i tyre ose funksionimi i mangët me ushtrues detyre, pa kvorum është paraliza atyre organe, pra nuk funksionojnë ato.